Festivali ndërkombëtar teatror i fëmijëve në gjuhën shqipe, shoqata teatrore shqiptare, Mërgjimtari, së bashku me Këshillin e Mësuesve Shqiptar në Kroaci, zhvilluan në Zagreb Festivalin ndërkombëtar teatror të fëmijëve në gjuhën shqipe prej 31 deri në datën 2 nëntor. Në këtë festival nga Italia morën pjesë grupi i dytë i shkollës Miqeni me përshtatjen e skenarit nga mësuese Valbona Marku, me veshje popullore financuar nga shoqata Iliriana në bashkëpunimin e prindërve të nxënësve. Për këtë projekt me regji të mësuesve Arieta Halluni, ja paraqit përpara 150 pjesëmarrësve të këtij festivali legjendën e Kalasë Rozafës. Nxënësit e kësaj shkolle morën jo vetëm dorëtokitet e bashkëmoshatarëve të tyre, por edhe nga juria e cila e vlerësuar madje me certifikatën e mirënjohjes. Vlerësim për këto fëmijë të lindur të rritur jashtë, ku në zemër kanë atë në gjuhën shqipe.